Të nderuar zonja dhe zotrinj, të dashur motra dhe vëllezër vlonjat, të nderuar drejtues të Partisë Demokratike dhe ish drejtues ndër vite, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i koalicionit PD-HM, profesor Dr. Sali Berisha. Që në krye të erës, në këtë takim, dua ta nis me një falenderim të veçantë për çdo qytetar vlonjat dhe banor të qarkut Vlorë që ka mirëpritur alternativën dhe programin e kandidatëve tanë gjatë tyre ditëve me të cilët ne si kandidat të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore jemi takuar dhe bashkëbizetuar dhe ndaj të cilëve jemi zotuar për angazhimet konkrete që përmes programit marrim si detyrë dhe si detyrim për çdo qytetar vlonjat, sepse në qendër të politikave tona është individi, është qytetari, është fermeri, biznesi i vogël dhe i mesëm, pensionisti, emigranti, familja vlonjate. Për ne të dashur vëllezër dhe motra, kryefjala e punës tonë në këto muaj ka qenë dhe mbetet prezantimi i programit tonë, sepse ne jemi të bindur që për 12 vite qytetarët vlonjat, banorët e qarkut Vlorë e njohin shumë mirë sektin Rama, sepse janë përballur me monstruozitetet e qeverisjes së Edit Rama, që vetëm qeverisje nuk mund të quhet, por vetëm keq qeverisje dhe korrupsion. Sot në Vlorën tonë të dashur, mungojnë shërbimet bazike, lagjet dhe njësitë administrative të Vlorës dhe të Selenicës kanë probleme të theksuara në infrastrukturë, vuajnë mungesën e furnizimit me ujë. Sot në vitin 2025 problemet me ndriqimin, shpopullimin e tjera duke vazhduar mëtej me monumentet e korrupsionit që Rama ka ndërtuar në këto 12 vite. Shpreje e korrupsionit dhe urrëties që ai ka ndaj Vlorës së vlonjatëve, siç janë denatyrimi i sheshit të Flamurit, i sheshit të Pavarësisë në Skel, projektet grabiqare të marrjes së ujit nga Lul Mishushica dhe burimet e Tragjasit, grabitja e portit të Vlorës, korrupsioni elitar në tunelin e Llogoras, tecet lundruse, grabitja e tokave në Bregdet, rrugët me çmim 8 fish më të larta e të tjerë. Dhe pikërisht janë këto fatura korrupsioni që eklipsojnë, demaskojnë dhe vlerën 1.27 miliard dollar që sekti Rama ka investuar dhe kryetari i sektit deklaroi këtu me mburje. Shifrat e abuzimeve flasin qartë. Të dashur vëllezër, në këto zgjedhje ne gjendemi përballë një momenti historik. Vlonjatët dhe shqiptarët kanë dy rrugë: ose të votojmë në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe të mirëqenies së familjarëve të tyre për të ardhmen europiane, për të ardhmen e fëmijëve dhe familjeve të tyre në një AD dhe në një Shqipëri Vlorë madhështore, ose rruga e dytë është rruga e kapitullimit përballë autokracisë, oligarkëve, kapjes së shtetit, korrupsionit, krimit të organizuar, shpopullimit masiv, varfërisë dhe gjithë antikombëtarizmëve. Por ne, qytetarët vlonjat në historinë e Shqipërisë, asnjëherë nuk kemi kapituluar. Përkundrazi, ne kërkojmë progresin, të ardhmen e fëmijëve tanë, të familjeve tona. Të nderuar motra dhe vëllezër, vlonjat të mi të dashur, kush është më i miri për të zgjidhur këtë situatë? Kush e sjell ndryshimin për Vlorën dhe për Shqipërinë? E sjell kryetari i sektit Rama që është përgjegjës për këtë gjendje? Jo, dhe natyrisht jo. Përgjigja është shumë e thjeshtë. Zgjidhjen e jep vetëm Dr. Sali Berisha, programi i Partisë Demokratike dhe të gjithë ne. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kanë program jo thjesht si alternativë publike dhe qeverisëse, por kanë një projekt madhor kombëtar për vetë rëndësinë historike që kanë këto zgjedhje. Zgjedhjet e 11 majit dhe mbështetja e programit ekonomik të koalicion dhe social të koalicionit për Shqipërinë Madhështore përbëjnë shansin unikal për të ndryshuar për mirë vendin tonë, për të risjell demokracinë e uzurpuar nga një kastë autokrate në pushtet, për të rifituar lirin për të gjithë, demokrat dhe socialist, ballist, agrar dhe republikan, pavarësisht bindjeve politike, duke synuar, duke kërkuar, duke arritur mirëqenien e dëshiruar për familjet tona.
Është ekonomia dhe vetëm ekonomia, të dashur vëllezër vlonjat, faktori kryesor në çdo zhvillim kombëtar dhe veçanërisht në momente të tilla të rënda si këto që ne po jetojmë. Vendi ka nevojë për një vizion të ri ekonomik, të cilin e jep vetëm programi i Partisë Demokratike. Ky vizion ekonomik ka prodhimin vendas, industrin për eksport, individin, biznesin e vogël e të mesëm në qendër të zhvillimit kombëtar. Programi ynë është një vizion me përgjegjësi dhe ndërgjegje kombëtare. Jo më kot, ky program fillon me paketën e 100 ditëve të para, e quajtur paketa e dëmshurisë apo paketa e emergjencës, e cila përcakton minimumin jetik 200 euro, pagën minimale 500 euro, pagën mesatare 1200 euro, nxit punësimin, lehtëson bizneset dhe ndihmon nevojtarët dhe të pamundurit, thjeshton taksat dhe krijon kushte thelbësore për tërheqjen reale të investitorëve të huaj dhe jo që i dorëzohet oligarkëve. Partia Demokratike ka në veçanti dhe një vizion të qartë dhe plan konkret për Vlorën dhe vlonjatët, dhe ne i kërkojmë votat e vlonjatëve, banorëve të Vlorës, të Selenicës, Sarandës dhe gjithë qarku të Vlorës, mbështetur në këtë program dhe këtë metodë qeverisje të bazuar në transparencë dhe llogaridhënie qeveritare në çdo rast dhe në çdo kohë. Ne do të zbatojmë programin e Partisë Demokratike për Vlorën, i cili konsiston në më shumë vende pune, në infrastrukturë të zhvilluar, taksa më të ulta për të gjithë, investime konkrete, kthimin e sheshit të flamurit në identitet, anullimin e projekteve grabiqare të marrjes së ujit, anullimin e të gjitha projekteve korruptive në këto muaj dhe në këto vite, turizëm gjithë vjetore shumë planësh, me plazhe të hapura me kosto simbolike dhe falas për shqiptarët. Këto të gjitha, të dashur vëllezër, janë në programin ton, i cili, dua ta ritheksoj, nuk është thjesht program, është një projekt i madh kombëtar. Ne kemi vuajtur dhe vuajmë nga mungesa e projekteve dhe në veçanti ky sekt zhvillon dhe ka zhvilluar vetëm antiprojektet. 11 maj është dita e qëndrimit të madh të shqiptarëve për të ardhmen e vendit. Në 11 maj, me votën tonë të lirë, ne do të vendosim ndryshime. Do zgjedhim programin dhe koalicionin e njëshave PD-HM të doktor Berishës kundër alternativës së keqeverisjes së korbit të zi Edi Rama dhe sektit të tij. Ne demokratët do të fitojmë. Ne jemi e ardhmja europiane e të gjithë shqiptarëve. Të dashur vëllezër dhe motra vlonjat, kam një ftesë për ju. Ju që na ndiqni përmes mediave, se votën të pjesëmarrësve në këtë miting madhështor e shikoj qartas. Votoni kundër arrogancës, kundër arbutërisë, kundër marrëzisë së një njeriu ikur nga mendja që mendon se është pronar i vetëm i Vlorës i këtij vendi. Rifitoni lirin të dashur vëllezër, dëshkoni me votën tuaj sektin që për 12 vjet abuzon me pronën dhe financat publike të shqiptarëve. Të dashur vlonjat, votoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, për rinin ton të mrekullueshme, për dinjitetin e në përkëmbur kaq vit. Votoni për Shqipërinë dhe Vlorën e Ismail Qemalit, atit dhe themeluesit të shtetit shqiptar. Në qindra takime dhe biseda që kemi zhvilluar, na ka dalë dhe një pyetje të cilës dëshiroj të jap përgjigje sot. Kam një ftesë për punonjësit e ndershëm të administratës publike. Dilnim, votoni masivisht në 11 maj. Votoni të lirë, votoni kundër këtij sekti që ju shtyp, që ka kapur çdo institucion dhe i përdor ato në favor të pushtetit të tij absolut. Punonjësit e ndershëm dhe drejtuesit e ndershëm dhe punëtor të administratës publike për asnjë arsye nuk do të largohen nga vendi punës, por përkundrazi të punojnë të qetë dhe pa trysni e shantazh politik, dhe kjo është garancia e parë që Partia Demokratike ju jep. Kontributi juaj si punonjës të administratës në këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë. U jepni një shuplak të gjithë atyre drejtuesve tuaj që ju shantazhojnë, ju kërkojnë votën në mënyrë jo të ndershme. Mos u intimidoni të dashur vëllezër nga asnjë vegël e sektit Rama dhe nga asnjë shpifje që ata përcjellin në këto ditë.
11 maj do të jetë ditë historike. Një 11 maj do të jetë dita e demokracisë, festa e demokracisë, e cila do të shënjohet krah 22 marsit të vitit 1992 dhe krahas 3 marsit të vitit 2005. Në 11 maj të gjithë duhet të votojmë numri 1, PD HM, për Vlorën dhe Shqipërinë tonë, për kombin tonë, fëmijët tanë, të rinjtë tanë, për të ardhmen tonë. Të dashur vëllezër, ju demokrat të përkushtuar, ju antar të veçantë të forumit rinor të Partisë Demokratike, që këto ditë keni punuar më shumë se të gjithë ne, kandidatët dhe drejtuesit. Takimin e sotëm mos ta konsiderojmë përmbyllës, përkundrazi, janë edhe 8 ditë deri në ditën e zgjedhjeve. Mos të ndalojmë së punuari deri në ditën e fundit si luftëtar të dritës, të demokracisë dhe të progresit. Le të vazhdojmë punën, le të trokasim dhe në ato pak dyer që na ka mbetur pa trokitur. Të bashkëbizetojmë me ata qytetar, e fermer, me ata pensionistë të rinj, me burra e gra vlonjat, që nuk kemi bizetuar. Të vazhdojmë të përcjellim programin ton, t'i sqarojmë njerëzit me maturi, me mprehtësi, deri ditën e fundit për programin ton, sepse vetëm në këtë mënyrë fitohet dhe ne vetëm përmes programit ton duam të vim në pushtet dhe të zbatojmë të program. Në fund, do më lejoni të dashur vëllezër të përcjell një poim të rëndësishëm që unë personalisht si deputet i Vlorës, çka është grada më e lartë që kam patur në karrierën time, e konsideroj. Fitoren të gjithë ne drejtuesit, kandidatët për deputet, demokratët dhe së pari kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, drejtuesit e Partisë Demokratike, ish drejtuesit në vite të Partisë Demokratike, të degëve të qarkut Vlorë, ja kemi borxh të madh Vlorës dhe Shqipërisë. Kjo duhet të jetë motoja jonë. Borxhin ton, borxhin e madh të punojmë të ditë pa u kursyer për t'ja kthyer Vlorës dhe Shqipërisë. Roft populli i Vlorës.